Ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Aldo Bumçi, zhvilloi një takim me ministrin e diasporës të Kosovës, Ibrahim Ukolli. Në qendër të bisedimeve dypalçe ishte hartimi dhe zbatimi i politikave të përbashkëta për diasporën shqiptare, e cila krahasuar me numrin e popullsisë zën një përqindje të lartë. Në fjalën e tij, ministri Bumçi vuri theksin edhe për realizimin e aktiviteteve të përbashkëta me rastin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Por koha bën dhe çon dhe në zbejën e kontakteve. Detyra jonë është që të mbajmë lidhje të fortë me këto komunitete që janë kudo në botë, në Europë, në Amerikën e Veriut, dhe në shqiptarët në Europë dhe në botë nuk kanë kufi. Është diaspora shqiptare. Shqiptarët dhe ne duhet të përshëndojmë punën. Fondet dhe burimet nuk janë të shumta, si në fushën e arsimit, në fushën e kulturës. Këto janë instrumentat që ne duhet të përdorim të bashkëndojmë punën. Ky është vetëm fillimi i një mori aktiviteteve në drejtim të hartimit dhe zbatimit të politikave të përgjithshme në raport me mërgjimtarët tonë. Fati historik e ka dashur që një pjesë mjaft e madhe e kombit tonë sot të gjendet jashtë vendit për arsye të ndryshme në periudha të ndryshme kohore, dhe tashmë është përgjegjësia e institucioneve edhe në Republikën e Shqipërisë dhe në Republikën e Kosovës për një përkujdesje më të madhe për këtë pjesë të kombit që e kemi. Shqiptarët të cilët jetojnë në diasporë kapin shifrën prej 2 milion personash. Arbëreshët e Italisë, e cila është një diasporë e shkëputur prej 500 vitesh, kanë dhënë një kontribut të çmuar sidomos në periudhën e rilindjes shqiptare.